Një punëtor ka vdekur si pasojë e shembjes së dheut në Veternik të Prishtinës të shtunën. Kjo është konfirmuar nga drejtori i zjarrfeksëve në Prishtinë, Abdusamet Shkodra. Ai thotë se kanë arritur ta shpëtojnë një tjetër punëtor, i cili kishte qenë imbuluar nga dheu deri te gjysma e trupit. Forcat e zjarrfeksëve kanë marrë lajmin në orën 12:10 që në Veternik ish rruga e Shkupit se ka rrëshqitje të dheut. Kanë vërejt një person të kapluar nga dheu deri te gjysma e trupit dhe personin e parë kanë nxjerrë brenda pak kohe. Mund të jetë vetëm i lënduar, ndërsa personin e dytë është dashur të gjërmohet. Diku rreth orës 14:40 është nxjerrë personi i dytë, ku ekipet mjekësore kanë konstatuar vdekjen e tij. Lidhur me rastin, policia ka dhënë këtë verzion. Nga informacionet e para është bërë ditur se njëri nga ata është nxjerrë nga aty dhe po merr trajtimin e nevojshëm mjekësor në QKUK, ndërkaq fatkeqësisht tjetri mashkull rreth 40 vjeç është konstatuar pa shenja jete nga ana e mjekëve emergjent. Policia ka dalë në vendin e ngjarjes dhe në koordinim me prokurorin e shtetit si dhe mekanizmat e tjerë të nevojshëm po vjen punën për sqarimin e rrethanave që karakterizojnë ngjarjen. Shënjestër ka provuar të kontaktojë inspektoriatin e punës, por nuk ka marrë përgjigje. Shënjestër.net